Në vitin 2021 dashur europian ma shumë ka pas armatim e municion në përoda se në kazermat FZK-s. Do t'i kemi 1 miliard edhe për ushtrim. Forcën e sigurisë Kosovës në vitin 2021 e kena gjetë me 2200 pjesëtar. Ja kena shtu 2700. Para pak ditëve mora vesh që në konkursin e fundit për 320 vendet lira në Forcën e sigurisë Kosovës kanë aplikuar tashmë mbi 2003. Më shumë se 6 veta për një vend, që do të thotë se do të kemi cilësi në ushtrin tonë. Dhe e kemi gjetë veç me 2 lloje të armëve Forcën e sigurisë Kosovës, veç me Glock edhe Heckler. Në vitin 2021 dashur europian ma shumë ka pas armatim e municion në përoda se në kazermat FZK-s. E ne tash jemi krenar me Forcën e sigurisë Kosovës, sepse i ka mbi 40 sisteme të ndryshme të armatimit, e tash jo vetëm që do të blejmë, po do të fillojmë edhe të prodhojmë. Fabrika e municionit para vitit të ri 2027 do t'i nxjerrë fishekët e parë made in Kosova 5.56 mm dhe 7.62 mm. Do të prodhojmë për nevojat tona, jo për inat ndikuj, po që ta mbrojmë territorin, sovranitetin, paqen e sigurin dhe progresin ton, por edhe do të mund të eksportojmë më pastaj. Ndërkaq, përveç prodhimit të municionit, pa humbur kohë, do të hyjmë edhe në linjën e prodhimit të dronëve, made in Kosova, pasi që tashmë i kemi ble 3 lloje, të 4-tin do ta prodhojmë vetë. E pra, dashur qytetar, e kemi 3 fishu buxhetin për mbrojtje, e kemi 2 fishu numrin e pjesëtarëve, qysh mandatin 4 vjeçar, që tash si vjet shkon mbi 5000 pjesëtar, ndërkohë që e kemi heqë edhe kufizimin e moshës për 23, duke ngritur në 25, dhe më shumë se 100 fish janë rrit shpenzimet, blerjet për armatim dhe pajisje të ndryshme ushtarake, që do të thotë se për çdo euro të shpenzuar para 5-6 vjetëve, tash i kemi 100 për mbrojtjen tonë, andaj edhe ai kojshia i keq, që i ka kryer për 1 shekull e gjys 4 gjenocide mbi shqiptarët, do duhet mendoj 2-3 herë para se të na mësoj sërish, e kur mendon 2-3 herë, atëherë nuk do të mendoj që është na mësoj fare më. Pra, mbrojtja jonë është në funksion të mos përsëritjes të kaluarës në njërin anë, dhe në anën tjetër është në funksion të amanetit të dëshmorëve të kombit, të cilët kanë rënë në masën më të madhe dëshmorët, luftëtarët e UÇK-s, i kemi duke mbrojt popullatën civile ose duke sjell armatim për Shqipërisë e duke pasur ballafaqime, luftime në kufirin shqiptar. Pra, armatosja dhe ngritja e Forcës Sigurisë Kosovës është mënyra më e mirë qysh ne e vazhdojmë ushtrinë shërimtare të Kosovës dhe i dalim zot atë dheut duke respektuar amanetin e dëshmorëve dhe martirëve të kombit.